Propaganda për barazi gjinore synon të mbrojë dhe stimulojë degenerimin seksual. Prandaj duhet një këshill për këta njerëz. E kanë filluar propagandën për degenerimin e kanë filluar që herë, domethënë që nga fillimet e shekullit të 20, po pastaj kjo kulmoi me rënien e regjimit komunist, domethënë pati një propagandë të madhe për një revolucion seksual, që kanë stimuluar më të madhe bashkëtesën, domethënë lidhjet e këqija seksuale, para martesore. Domethënë nxitja e femrave dhe meshkujve që të plotësojnë dëshirat seksuale, jo sipas ligjit martesës, që është ligj hyjnor me fjalë. Dhe kështu është përhapur shumë imoraliteti, janë përhapur vesjet e ulta, punët e turpshme, një pjesë e njerëzve smartohen. Kështu është gjendja e ca shoqërive. E një pjesë i martohen, Zoti na ruaj, domethënë përfundojnë divorc. Mund të themi që pak martesa janë të suksesshme. Problemi i madh që po përhapet shoqëri. Kjo është dëmë për mashkullin, për femrën, për fëmijët, për lidhjen prind dhe fëmijë. Kështu që ka filluar ky revolucion seksual. Stimulimi më të madh i planifikimit familjar. Tashmë, domethënë shoqëria jonë po kalon në një shoqëri plak. Domethënë po paksohen lindjet, vdekjet janë më shumë se lindjet. Shoqëria po bie. Domethënë numri i popullsisë. Divorcet po shtohen. Kjo për shkak të shqetësime, turbullire shpirtërore, gjendje depresive, krimi, dhuna për shkak të imoralitetit, prostitucionit, se vezet e ulta, punët e turpshme bëhen shkak për probleme të tilla. Pra revolucioni seksual, do ta quaj revolucion seksual, domethënë një rebelim ndaj ligjeve hyjnore, ndaj vlerave familjare, ndaj lidhjes prind dhe fëmijë, ndaj moralit. Ky revolucion seksual, domethënë tashmë kanë arritur deri aty saqë domethënë ja kanë dalë sipas tyre, edhe pse ka ende njerëz me moral, njerëz me principe, njerëz që respektojnë norma në shoqërinë tonë, njerëz familjar, ka një pjesë e shoqërisë është e shnetshme akoma. Po këta domethënë mendojnë që e kanë dalë të përhapin veset e ulta dhe punët e turpshme dhe tani kanë kulmuar me domethënë me atë që mund të themi është kulmi i degenerimit, partupsia më e madhe, homoseksualizmi, lesbizmi, këto veza të ulta, cilat janë bërë shkak për shkatrimin e një pjesë të njerëzve në të shkuarën. Homoseksualizmi është puna më e turpshme, e ka quajtur Allahu në Kur'an el-fahisha, puna më e neveritshme, më e shëmtuar. Allahu subhanahu wa taala homoseksualet, për ata që bëjnë veprën e popullit të Lutit, i ka konsideruar kriminal, fajtor të mëdhenj në Kur'an. El mujrimin, kjo është përfundimi i kriminalëve, ka thënë Allahu në Kur'an, musrifin që shkelin gjitha normat, gjitha ligjet, i ka quajtur ignorant, tajhelun. Kështu i ka quajtur Allahu, i ka konsideruar Allahu të tillë në Kur'an, kështu që sado që të përpiqen ta konsiderojnë domethënë homoseksualizmin si pjesë domethënë të natyrshme, si një sjellje të natyrshme, si një orientim domethënë të natyrshëm seksual, faktikisht është orientim seksual, është thurje, është degradim, është degenerim, është punë e pisë, është vepra e ulët, se Allahu që ka krijuar mashkullin dhe femrën, Allahu që domethënë i ka vendosur këto ligje, Allahu që ka vendosur ligjet e gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala ka shpallë ligjet fetare dhe normat e moralit dhe ligjin e martesës, formimin e familjes. Dhe Allahu i lartësuar e ka quajtur punë turpshme. Allahu i lartësuar ka ndaluar rrepsisht. Allahu ka dhënë disa lloje dënimi për popullin e Lutit. Dënime që Allahu i lartësuar nuk e ka bërë bashkë asnjë populli tjetër. Dënime shumë të rënda. Allahu subhanahu wa taala bëri që të hiqë shikimi. Meleku Xhibril ura me krahun e tij njerëzve të popullit të Lutit, njerëzve domethënë të këqij, edhe i verboi. Kjo është e para. Tamsu a'yunihim.
E dyta, Allahu i lartësuar i përmbysi qytetat e tyre. Pjesën sipërme e ktheu poshtë, siç e ka përmendur në Kur'an. E treta, ura breqëri gurësh të argjilosur. Ky është dënimi i tretë. Dënimi i katërt, një britëm, një klithmë e madhe që domethënë tronditi bëri që të tronditet toka dhe që i tronditi ata dhe fizikisht dhe i shkatroi. Pra Allahu lartësuar dha një shkatrim, një dënim shkatrues, shfarosës këtyre njerëzve. Që Allahu lartësuar na ruajt. Kjo punë është shumë e rëndë. Profeti ka mallkuar ata që e bëjnë këtë punë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith se nëse përhapet pa turpësia, ky ves i ulët, veprat e shëmtuara, do ketë vdekje masive, në shkuptim, smundje të rënda, smundje epidemike, një nga shkaqet e përhapjes së smundjeve të rënda, e shumë smundjeve kanceroze, smundjeve domethënë epidemike. Janë këto vese të urta, janë këto punë të turpshme. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Wa lam tafshu al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa ibtulu bit-tawa'in wal-awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, në qoftë se do të përhapet pa turpësia, pra vese të urta, punë të turpshme në një popull, atëherë Allahu i lartësuar do t'i sprovojë me smundje të cilat dhe me smundje epidemike, të cilat nuk kanë ekzistuar ke popujt e hershëm, ke praardhësit e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith se Allahu i lartësuar nuk e shikon atë që pra nuk ka për ta shikuar me syrin e mëshirës në ditën e gjykimit. Atë që kryen, domethënë, marrëdhënie intime me burrin apo një burr që shkon me gruan, domethënë në anus. Janë gjëra që i ka ndaluar rreptësisht profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar nuk do të shikojë me syrin e mëshirës në ditën e gjykimit. Prandaj domethënë kjo është një çështje shumë e rëndë. Çfarë do të thonë njerëzit? Allahu e ka dënuar në Kur'an këtë ves. E ka ndaluar rreptësisht. Profeti i ka mallkuar këta njerëz. Kështu që ky është vesi i ulët, kjo është punë e turpshme. Ne kurrë nuk mund pajtohemi me ta. Çfarë do që të thonë njerëzit?